Unë nuk jam për qeveri teknike pika parë, jam për një grevë radikale në thonjza mbi, si thua, në kushtet më ekstreme brenda ligjshmërisë. Ne nuk kemi për të prekur armët, sepse jemi konservator demokrat, por duhet me kalu në fazën më ekstreme në një shtet që nuk ekziston fare institucioni. Ftesa ime është për gjithë deputetët e opozitës ta nisin me gjithë familjarët e tyre që të krijojnë frymën të vim gjithë nga pas. Dalim në shesh, të mbajmë fjalimet, pim kafe, të ikim shtëpi, Rama arri dhe 100 vjet tjera. Ajo që tha doktor Berisha që ne kemi negociuar partive të vogla, por ata që bëjnë opozitën e opozitës janë patjetërisht e Ramës. Po doktor, ky është një variabël në shkenca politike, po variabli tjetër është që edhe opozita e madhe nuk po bën mjaftueshëm për të qenë njohëse që ti përthithit gjithë. Pra, ka një postulat, ose faji është i dyja palve, ose faji është jetim. Me qenë se faji është jetim si shta Flori, prandaj jemi gjithë tu se nuk ka bërë asnjëri nga neve mjaftueshëm. Me këtë kod elektoral do gënjejmë veten në rastin më ekstrem, nëse futemi me këtë kod elektoral të pretendojmë që peshkut ngjisi pemën. Pra, duhet të ishi pa logjikshëm të vesh me këtë lloj kodi elektorali. Dhe te kodi elektoral po prap kemi faj të gjithë si opozit, kur po fus veten këtu që kam pompuar PR, imagjinoj juve që keni marrë vendime, e kemi dorëzuar vetë me atë kod elektoral pushtetin, sepse ky kod elektoral të lën opozit.